Okej, po kalojmë njëherë tek shenja e demit. Jemi në stilin e demit dhe të themi të vërtetën, ndryshe nga të gjitha vitet e tjera, në vend që të kryejmë një farë stabiliteti, mund të kemi pasur shumë të shërbullime në jetën tonë. Kjo ndodh sepse në këto momente kemi shumë vendosur tek shenjat e zjarrit, pra çdo gjë që mund të mundohemi që ta ndërtojmë të jetë kohë dhe po digjet, po prishet. Ndërkohë që gjatë kësaj jave, për shenjën e demit, mund të kemi ndryshime në mënyrë pozitive. Këto ndryshime do të vinë në formën e një qetësie të brendshme për sa i përket marrëdhënieve që kanë brenda familjes. Këtu mund të kemi, nëse kemi pasur probleme të marrëdhëniet që mund të kenë qenë kontradiktore, se mund të kemi pasur shumë kontradikte edhe brenda shtëpisë, por edhe në vendin tonë të punës, në mos vonesa apo kontradikta me pronarët tanë, për shenjën e demit gjatë kësaj jave do të fillojmë që të gjejmë zgjidhje. Ose me të themi zgjidhje do t'ju dalë përpara. Kjo do automatikisht mund të thotë edhe një përmirësim të anësore materiale, por kjo është shumë e rëndësishme. Dita e njëjtë për ta mund të jetë një ditë në të cilën mund të bëhen harxime të tepërta. Prandaj edhe gjatë gjithë javës, por dita e njëjtë mund të shënohet në lidhje me këtë temë. Prandaj edhe do të këshilloja të gjithëve që të jemi pak më të vëmendshëm. Një, e dyta do të ishte që të përcaktojmë më mirë se cilat janë temat të cilat ne duhet të vazhdojmë, që të investojmë në jetën tonë në mënyrë që të kemi një rritje, një begatim, më të themi, si brenda familjes, po ashtu edhe në karrierë. Aktualisht në këto momente kemi një zhvillim vërtet shumë të madh të shoqërisë për shenjën e demit. Gjithë personat që po i njihni gjatë kësaj periudhe, sidomos duke filluar nga dita e sotme, janë vërtet shumë pozitiv. Nëse kemi pasur kontradikta me shoqërinë përsëri, këto do të thonë që të zgjidhen gjatë kësaj jave, sepse është një javë vërtet shumë pozitive. Por mund na duhet edhe që të bëjmë disa harxime, në kuptimin që mund të dalim jashtë, në disa raste mund edhe të duhet të anqerasim shoqërinë, etj. Tema të tilla. Por këto mund të përkthehen edhe në një mërqenie vërtet shumë të madhe, duke filluar nga muaji qershor. Në këtë javë është pikërisht hedhja e rrënjeve të investimeve, më të themi, në shenjën e demit. Do të këshilloj që vërtet që ta përdorni të mirë. Dhe duke qenë se do të kemi shumë oportunitete, sidomos në lidhje me çështjet materiale për shenjën e demit, do të këshilloj që të përdorni mirë dhe të jemi normalisht të kujdesshëm se ku investojmë.